Lart Vasili dhe Valbona Mhilli për sa kohë ishin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, dhanë për publikun shumë dinamika të ndryshme, ku njëra ndër to ishte pëlqimi që ata kishin për njëri tjetrin, por që kurrë nuk u finalizua. Së fundmi në rrjet janë shpërndar pamje ku finalisti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Lart Vasili, shihet në shoqërinë e Elnisa Gollit në makinë. Dyshe nga atje kanë bërë një video ku nuk kanë munguar dhe një poezi nga aktori. Mes të tjera është erdhi e shprehur, 2 pika shiura mbi qelq dhe unë për ty se ç'ndjeva mall. Jetojmë të dy në një qytet dhe nuk shihemi fare, as rrallë. Ndjekësit kanë reaguar menjëherë se kjo poezi është një thumb komplet për Valbona Mhillin, ndërsa disa të tjerë mendojnë që Laerti e ka mbyllur historinë e Valbonën që pasi doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Siç e thamë dhe më lart, dyshe gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kishin raporte mjaft të ngushta me njëri tjetrin.